Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takohemi këtë herë me një lajm që në fakt ka bërë bujën e madhe në median ros. Do të ndalojmë tek Brikena Selmani, vajza shqiptare që po bën jehonën në Miss Grand Kosova. Një vajzë e cila sot është ndër më të komentuarat edhe nga mediat e huaja, për çiltërsinë e saj, për pozitivitetin e saj dhe për energjinë që atë e karakterizon. Por, Edona James, ish banore Big Brotherit dhe një vajzë e cila ka treguar një histori shumë të dhimbshme të jetës së saj, do të thënë vajza që ndryshoi gjynin, ka treguar një fenomen dhe ka nuhatur në fakt te Brikena një diçka që ndoshta të tjerët nuk e kanë nuhatur. Edona James në një deklaratë në TikTokun e saj ka deklaruar që Brikena Selmani, sipas shikimit të Edonës, ngjason se mund të jetë një trans, do me thënë Brikena nuk është femër, por është një djalë i cili është kthyer në femër sipas Edona Jamesit. Por kjo gjë ka ngritur dyshime shumë edhe tek të gjithë shqiptarët, të cilët hamencojnë se Brikena Selmani nuk është femër, por ka qenë djalë dhe është kthyer në femër. Në botën e bukurisë ku çdo detaj shihet, analizohet e shpërndahet me shpejtësinë e dritës, një emër po trondit rrjetet sociale është Brikena Selmani, përfaqësuesja në Miss Grand International. Paraqitjet e saj elegante, videot edhe fotot që kanë përmbytur internetin, kanë bërë që mediat botërore ta vendosin në qendër të vëmendjes. Por jo për arsyet që ndoshta ju prisni. Në mesin e reagimeve të shumta, Edona James, transgjinoria nga Suhareka, ka thyer heshtjen me një koment që po bën në xhiron e rrjetit. Me humor por edhe ironi therse ajo ka thënë: po dashka me apliku edhe unë në Miss Grand Kosova. E më pas ka shtuar mes të qeshurash edhe thumbimesh duke thënë: nuk po përflitet si femër e bukur, por si dikush që s'ka lindur grua. Do me thënë, sipas Edonës, Brikena Selmani është burr i kthyer në grua. Njerëzit po thonë se Brikena është trans. Unë jam më e bukur 100.000 herë, e mbi të gjitha natyrale dhe jo false. Tani, është bërë Edona James xheloze që Brikena, në qoftë se është transgjinore, këtë do ta themi në thonjza se nuk kemi bazë, është përzgjedhur si Miss Grand Kosova për të shkuar në Miss International dhe Edona ka xhelozuar në këtë drejtimin dhe dëshiron të merr pjesë. Po mirë, në qoftë se Brikena është trans, atëherë pse duhet Miss Grand Kosova ta mbajë të fshehur këtë dhe nuk e ka bërë publike për të gjithë publikun që ne për konkurim nga Kosova do të çojmë një transgjinor? Me thënë, kjo mbetet si hamencim shumë i madh, por një deklaratë shumë e guximshme. Këto fjalë kanë ndezur një debat të gjerë. Në rrjetet sociale por shpërthejnë reagime, komente, ndarje mendimesh. Një konkurs bukurie u kthye në një betejë identitetesh, krenarie dhe ironi publike, m'falni. Dhe pyetja që mbetet pezull është vetëm kjo: kush është vërtet misi së vërtetës, ajo që duket apo ajo që guxon të flas? Mos vallë, Brikena ka vendosur që në të ardhmen të ndajë një pjesë të historisë së jetës së saj, apo është një mekanizëm që Brikena të futet Big Brother dhe tregoj që ndoshta është transgjinore, ashtu siç Edona James dyshon. Dua të marr mendimin tuaj, si mendoni ju? Është Brikena transgjinore apo është një femër e vërtet?